është shumë e lehtë që të urresh. Shqipëria është një vend që ta bën shumë të thjeshtë urrejtjen e të tjerëve. Është një vend ku demonët e gjithë secilit nga ne mbizotërojnë, edhe drita është ajo që e ka të vështirë të dalin në sipërfaqe. E di pse ndodh kjo? Ne jemi ngarkuar vazhdimisht me disa mënyra të caktuara se si duhet të sillemi, se si duhet të ndërveprojmë. Dhe këto mënyra të caktuara që na janë mësuar nga të tjerët ndër breza dhe breza bazohen në ego. Të gjitha këto mënyra bazohen pse ai dhe jo unë, pse ma bëri do ja bëj dhe unë të njëjtë mënyrë, lind pyetja. Nëse njeriu që ti ke përballë që të ka rënë në qafë, vepron me ego. Më fal, po kush do veproj me dashuri? Kush do e shpërndaj dritën? Kush do veproj me vetdije të lartë? Ti, unë, ne që arrim ta bëjmë këtë analizë në mendjen tonë. Thjesht injoro demonët e atyre që kanë zgjedhur të notojnë errësirë. Secili nga ne ka errësirën, ka dhe dritën në brendësi. Secili nga ne zgjedh në fillim të ditës se kush do jetë. Se nuk e bën ti, atëherë kush do e shpërndaj dritën? Kush tjetër do e shpërndaj dritën nëse nuk vendos që ta shpërndash ti? Mos ushqe me energji demonët e njerëzve të pavetëdijshëm, por me energjinë krijuese që të ka dhënë Zoti ushqe dritën brenda teje. Ky është mesazhi i ditës.